Si çdo herë edhe sot festa Kurban Bajramit u shënua me vizita të shumta në selinë e Bashkisë Islame në Gjakov, ku krerët fetar pritën përfaqësues të institucioneve lokale dhe subjekteve politike, si Partia e Drejtësisë, Lëvizja Vetëvendosje, Alternativa, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Pos partive politike për vizit Bashkësinë Islame e ndërroi edhe Aleanca Kosovare e Bizneseve në rrafshin e Dugaxhinit. Ndryshe kjo ditë u karakterizua nga një atmosferë veçantë festive, me urime të shumta që kishin për qëllim forcimin e solidaritetit, unitetit dhe respektit të ndërsjellë. Kryetari i Bashkisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, falenderoi të gjithë mysafirët të cilët të nderuan në këtë ditë të shenjtë. Këtë ditë gëzimi herë nështohet kur gjitha institucionet, partitë politike, edhe të tjerë vinë në derën tonë të hapur, që është shtëpia të gjithëve, i mirëpresim dhe ndihemi nderuar nga vizitat e tyre. Nëpërmjet tyre, ne përcjellim të gjithë qytetarët dhe besimtarët e Gjakovës mesazhet më të mira për një jetë më të mirë, për besim më të thellë dhe për solidaritet për njëri tjetrin. Mes tjerash, Myrta kishte edhe një urim i cili u përcolli të gjithë besimtarëve musliman. Gjithë besimtarët kudo që janë, me festën e Kurban Bajramit, jo vetëm që flijojnë kafshën për hir të njëri tjetrit, për të kënaqur Zotin, por më tepër se kaq, ata mundohen të flijojnë vestet e tyre të brendshme që të jenë më të mirë në ditën tjetër. Të gjithë besimtarëve kudo që janë dhe gjithë qytetarëve, ju uroj festë të mbar dhe të gëzuar për gjithë familjarët. Vizitat në hapësirat e Bashkisë Islame për këtë festë janë bërë rituale, ku gjithmonë Bashkësia Islame i mban dyert e hapura për të gjithë.